universiteteve italiane dhe fakultetet të drejtësisë italiane pikërisht në hartimin e teksteve juridiksionale e kështu me radhë. Pra, çka bëjmë ne është që t'japim ndihmën tonë 360 gradë. Sa i takon dialogut politik, është e qartë që ne do të mbështesim për mbylljen pozitive të dialogut politik, por nëse mund të them, e di që ka disa fërkime, disa vështirësi, unë i di, njoh miqtë e mi grek, njoh kryeministrin Mitsotakis dhe dua të them që ata janë njerëz të cilët kanë punuar gjithmonë për të mirën e Europës dhe për të ardhmen e Europës. Kjo do të thotë që unë nuk besoj se ka gjë për të druajtur në këtë kuptim. Unë do të thosha që si Italia ashtu dhe Greqia janë dy vende fshinj, fakti që është deti në mes na relakson për sa kohë ne takojmë njëri tjetrin, ndërkohë me linjën jemi në një linjë kontakti, pra ndoshta ndonjëherë mund të jetë pak më e ndërlikuar se nuk kemi kohë të relaksohemi duke notuar apo ndërkohë që përshkojmë me varg për të shkuar tek tjetri, por thënë kjo, unë do të thosha që pasi ka kaluar një moment jo i lehtë për të gjithë arsyet që të gjithë i njohin, ne jemi në rrugën e duhur, jemi duke punuar mirë së bashku, e kemi thënë gjithmonë, për ne vlerat, parimet e mbrojtjes pakicave janë vlera dhe parimet të cilat janë të pandashme nga ekzistenca e Shqipërisë demokratike. Dhe kur Shqipëria vë përpara nesh apo si të thuash na thërret në këtë drejtim apo na bën ndoshta ndonjë vretje në këtë kuptim, janë të mirëseardhur. Ndërkohë ne jemi duke punuar dhe për gjithë pjesën tjetër dhe unë jam shumë optimist për faktin që në vitin 2028, kohë kur Italia do të ketë kryesinë dhe Giorgia do duhet të drejtojë negociatat politike për antarësimin e Shqipërisë në Europë, nuk do të ketë nevojë të tërheq veshin Qeriakos, sepse do të thotë që deri atëherë do kemi zgjidhur çdo gjë. Përveç kësaj, për sa na takon neve si vend emigrantësh, po, mbaj mend shumë mirë këtë, por mbaj mend edhe diçka tjetër, që shkuam drejt këtij vendi dikur dhe gjetëm në këtë vend dyert e hapura të gjithë popullit italian. E pra, nëse populli italian zgjedh një qeveri në mënyrë demokratike dhe kjo qeveri na kërkojnë ta ndihmojmë lidhur me një program të vetin që e lidh me një kontratë me popullin italian, ne e bëjmë këtë gjë me dëshirë. Jo thjesht për qeverinë, por për popullin që kjo qeveri përfaqëson. Dhe kështu, është e sigurt, jemi më se të lumtur që të ndihmojmë, të japim një dorë, sepse nuk ndodh shpesh që Italia t'i kërkojë ndihmë Shqipërisë. Përkundrazi, Shqipëria i ka kërkuar shumë herë ndihmë Italisë dhe kurrë nuk na e ka mohuar. Nuk do ta harroj kurrë në jetën time atë çka bën forcat e zjarrfiksve italian kur ne patëm tërmetin. Unë isha aty, unë i takova ata, ishin djem dhe vajza që kishin ardhur për herë të parë në Shqipëri, në errësirë, sepse ishte ende natë, erdhën të parët tek ne, të gjithë ju futën punës dhe puna e tyre bëhej nën gërmadha. Ata rrezikuan jetën e tyre për të shpëtuar jetë të njerëzve që nuk i njihnin dhe mbi të gjitha në një vend në cilin kishin ardhur për herë të parë. Dhe fal tyre, numri viktimave të atij tërmeti që shumë më i ulët se sa ajo çka rezultoi në fund. E pra këto janë gjëra që mbeten përgjithmonë dhe janë gjëra të cilat bëjnë që Italia të mos jetë thjesht një nga aleatët, një nga partnerët, por të jetë shpirti motor
i Shqipërisë. Dhe për ta mbyllur, do të doja të thosha që nuk janë dy autovedeta, dy autonaveta, por sepse lajmi është ai që kur duhet lajmi të jetë negativ, janë dy varka, ndërkohë që kur lajmi është pozitiv, është siç është, janë po dy autonaveta, por mbi të gjitha janë 7 anije të cilat do të ndërtohen në Pashaliman nga një kompani italo-shqiptare, pala italiane do të jetë Fincantieri, pala shqiptare do të jetë Caio, dhe kjo do të jetë një sipërmarrje e përbashkët e cila do të krijojë vende pune, do të krijojë punë, njohuri për të rinj shqiptar që do t'i paguajë ata mirë dhe që do të furnizoj Shqipërinë, Italia, por dhe vendet të tjera nëse do të ketë nevojë me anije të cilat janë kaq të rëndësishme në ditët që jetojmë. Kjo është vetëm një nga gjërat për të cilat ne kemi nënshkruar sot dhe që u prezantuan. Faleminderit, Flaminia Camilletti nga La Verità. Buonasera Presidente, buonasera Primo Ministro. Përshëndetje Presidente, përshëndetje Zoti Kryeministër. Do doja të qëndroja tek procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, një pyetje që një kërkesë ndjes që nis shumë kohë më parë në 2009. Janë kërkuar nga ambasadori i delegacionit evropian në Tiranë çfarë bëhet me cilësinë, pra sa cilësi kanë reformat. A ndiheni ju i qetë lidhur me këtë? Dhe doja të pyesja presidenten Meloni se çfarë mund të bëjë Italia përtej kryesisë që do të marrë më tej, çfarë mund të bëjë Italia edhe në fazën teknike për të mbështetur eventualisht Shqipërinë dhe nëse ka këtë qëllim apo dhe mundësinë për ta bërë këtë. Faleminderit. Atëherë, dëgjoni.